Kryeministri Edi Rama ka siguruar një mandat të katërt të paprecedent në krye të Shqipërisë, pas një fitoreje të thellë të Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të së dielës, me 96% të votave të numëruara. PS ka marrë 52% të votave, duke siguruar 82 nga 140 vendet në kuvend. Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha renditet e dyta me 34% dhe 52 mandate. Nëse ky rezultat konfirmohet, PS zgjeron shumicën parlamentare me 4 mandate shtesë, duke i dhënë Ramës dorë të lirë për të formuar një qeveri pa nevojë për aleat. Rama ka premtuar se do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, megjithse ekspertët e konsiderojnë këtë premtim si tepër ambicioz përballë korrupsionit endemik dhe reformave të paplotësuara. Pavarësisht triumfit elektoral, procesi ka ngritur dyshime serioze. Vëzhguesit ndërkombëtar, përfshirë OSBE ODIHR, raportuan për keq përdorim të burimeve publike dhe presion mbi administratën shtetërore. Prokuroria posaçme SPAK njoftoi se po hetohen 39 raste për blerje votash, pa dhënë emra konkret. Berisha, i cili e quan veten lider të opozitës legjitime, refuzoi të njohë rezultatin, duke thirrur një protestë më 16 maj, në të njëjtën ditë kur liderët e BE-s mblidhen në Tiranë për një samit strategjik. Ai akuzoi Ramën si narkodiktator, ndërsa PS u përgjigj duke e quajtur Berishën një komunist të vjetër pa shpresë. Fitoria e thellë e PS-s ka habitur shumë analistë që prisnin që skandalet e korrupsionit dhe pakënaqësitë sociale të ndikonin rezultatin. Përkundrazi, dominimi i PS-s krahasohet me epokat autoritare në rajon, si Orban në ditët e tij më të forta, komentoi analisti Lutfi Dervishi. 2 ditë përpara zgjedhjeve, Rama anuloi të gjitha gjobat e vendosura nga shteti nga viti 2015 deri në 2024, një manovër që opozita e cilësoi si blerje masive e votës me paratë taksapaguesve, vlerësuar në 200 milion euro. Në sytë e perëndimit, Rama ka luajtur rolin e të besuarit të NATO-s, duke pranuar refugjat afgan dhe marrëveshjen me italian për strehimin e emigrantëve, por në vendin e vet, ai akuzohet për ngritjen e një sistemi patronazhi, për papunësi të lartë dhe për lidhje të errëta me grupet kriminale që pastrojnë para nga droga dhe armët. Qindra mijëra shqiptar janë larguar nga vendi që nga viti 2013 në kërkim të një jete më të mirë. Për shtati pamfleti nga Reuters.